Mirdita. Aeroportet e Edi Ramës janë më keq se djegësat e tij. Në një akt skandaloz të pa precedent, Edi Rama vendos që problemet midis dy partnerëve privat në aeroportin e Vlorës të zgjidhen jo si në gjithë botën me rrugën gjyqësore apo arbitrazhet, midis tyre pa patur asnjë implikacion për shtetin dhe takspaguesit, vendos të bëhet palë të prish kontratën me Pacollin. Prishja e kontratës me Pacollin nxjerr Edi Ramën dhe lubin e tij lakuriq para shqiptarëve, sa ato janë aksionerë. Se Edi Rama dhe Lubia, të cilët ndërhyjnë në sherrin, në grinjen, në diskordancat midis dy partnerëve privat, dëshmojnë se partneri privat i treti vërtet janë ata të dy. Dhe mbi këtë bazë merr përsipër aktin e pashembullt të prishjes së kontratës me koncesionarin. Në një kohë kur koncesionari është i gatshëm ta përfundojë aeroportin në kohën e duhur dhe ta vërë në funksion. Me këtë akt, Edi Rama vetëm se zbulon veten e tij. Se ato aksione 40% të turkut, të kompanisë turke, ato janë për Ballukun, për Ramën dhe Ballukun. Sepse nuk mund të ketë një vërbëri, nuk mund të ketë një akt kurrë që qeveria të futet në zjarr dhe të marrë tani përsipër gjoba që mund të shkojnë edhe 500 milion euro. Nuk ka çmenduri më të madhe, por kjo bëhet sepse Edi Rama dhe Lubia janë aksionerët e vërtet të aksioneve të kompanisë turke dhe ata kanë përcaktuar për veten e tyre 130 milion euro biletat munguara. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur ta dinë shqiptar? Nuk kam asnjë lloj sentimenti apo dëshire të ndërhyjë midis partnerëve. Gjithnjë ato janë probleme që zgjidhen me gjyq, me gjykata dhe me arbitrazhe. Por çfarë ka ndodhur? Dikush i thotë Edi Ramës që aksionet turke nuk janë tuajat. Dhe ky dikush nuk mund të jetë kush tjetër përveç se atij që ka 92% të aksioneve. Ndaj dhe këti që de facto është në sherr me pretenduesin tjetër, jo me qeverin. Ky s'ka asnjë lidhje me qeverin. Pretendimin për aksionin ndaj tij e ka ortaku.
këti i anullohet kontrata. Pacolli është drejtor në 2 arbitraje. Në njërin arbitrazh kundërshton vendimin për revokimin e kontratës si një akt zuzar ndërkombëtar i pashembullt. Qeveria nuk ka asnjë bazë, zero bazë, të kërkojë revokimin e kontratës për një sherrë midis 2 ortakëve. Asnjë bazë. Dhe e dyta, në arbitrazhin ndërkombëtar në të cilën minimumi takspaguesit shqiptar për hir të çmendurisë së Edi Ramës, të babëzisë të tij të papërmbajtur dhe Luvi Ballukut, do paguajnë rreth 500 milion euro. Kjo është kur vërbohesh, kur babëzia të vërbon sytë dhe mendjen. E hapa këtë takim me ju, duke deklaruar se aeroportet janë si djegësat për Edi Ramën. Shkoni pak në aeroportin e Kukësit. A ju kujtohet kur zbarkonte Lubia me helikopter? Zbarkonte me helikopter, ktheni pak, ju lutem, tregojani shqiptarve. Të shohin monstër është ajo. Se si mashtronte kur zbarkonte me helikopter, erdha thoshte të bëj provë, se duhet bërë një provë para se të vijë avioni me qindra çuna nga Londra. Duhet bërë prova dhe shkoi kjo dhe bënte provën pilotja. Një monstër e vërteta më këto apo jo. Ku është aeroporti i Kukësit sot? Thoni pak. Ku është? Nuk ka asnjë pengesë. Klauzola që e pengon të aeroporti i Tiranës është e hequr. Nuk ekziston më. Aeroporti i Kukësit, dikush më thotë se poshtrohet në termocentral me panela diellore të tjerë në destinacione të tjera. Pra loja me aeroportet e Edi Ramës dhe Lubis është një lojë turfe, po me pasoja financiare shumë të rënda. Shkoj atje, e inauguroj aeroportin e Kukësit. Erdha tha se duhet bërë prova. Zbriti me helikopter aty nxirja një pak, të shojnë atë faqezez, që mbrohet nga 33 mandate krimi. Nxirja një pak, ta shojnë shqiptar dhe njerë. Monstrën e korrupsionit. Dhe tani ku është aeroporti? Tani janë aksionet. Aeroporti i Vlorës nuk do të ndërtoj kurrë aty. Sepse aeroporti i Vlorës shkatron përfundimisht habitatin e zogjve, e flamingove dhe zogjve të tjerë të asaj zone. Prandaj dhe ne spostuam atë, do ndërtonim te kthesa e Levanit. I njëjti grup që na tha ne se nuk mund të ndërtohet aty për shkak të flamingove dhe të zonës, i njëjti grup i tha dhe Edi Ramës në 2017. Jo, i tha, nuk ndërtohet. Ata e ndërtuan. Ku mund të pengohesh në ata para 130 milion vjedhjes bashku? Prandaj dhe ajo e merr çdo javë e i thot 60% jeti në dosjet e mia. Absolutisht. Dhe ky sillet
si Konstantini me dhoqinën. Keni parë, s'keni parë, shko një vdekur me të gjallë. E thot populli aty. Nuk e lëshon dhoqina këtë. Harrojen. Jo, nuk e lëshon. Të dy do shkojnë bashkë, aty ku e meritojnë. Faleminderit. Risha, prej 2 ditësh, kryeministri Edi Rama po zhvillon takime të etshme, mund të themi, me drejtuesit politike, po ashtu sot me ministrat. Një ditë më parë ai prezantoi dhe platformën e tij, që ishte platforma Pasqyra Albania, të cilët ju e konsideruat në fakt si një mur që vendoset mes qytetarit dhe administratës. Ndërkohë nga ana tjetër, kreu mazhorancës thotë se kjo platformë do i shërbej qytetarëve për ta ndjekur ankesën e tyre nga momenti i fillimit tek institucioni përgjegjës që do të marrë përsipër e deri tek zgjidhja. Nëse qytetarët kanë të drejtë të ndjekin problematikën apo ankesën e tyre në çdo hallk që ajo shkon, ku qëndron problemi i kësaj nisme sipas jush? Pasqyra që tani është e verbër. Është një mur për të mashtruar qytetarët. Edi Rama i damkosur botërisht dhe kombëtarisht. Besoj e keni marrë vesh. Temperaturat e urrejtjes kombëtare në Edi Ramës janë më të larta se temperaturat e mjedisit. Urrejtja kombëtare ndaj tij nuk ka termometër që e matë. Por e tillë po bëhet urrejtja ndërkombëtare ndaj tij. Dhe ky njëherë nxjerr besën, herë tjetër nxjerr ndorjen, herë tjetër nxjerr kanunin, herë tjetër nxjerr këtë dhe tani nxori pasqyre. Kush i beson atij? Kush i beson atij? Cilin korrupsion, më thoni ju mua, cilin akt korruptiv parandaloi Djella? Zero. As ekziston, as dhe një çip në përbërjen e saj që të mund t'i jap në një mundësi të tillë. Zero. Ka zero urtësi artificiale Djella. Pra, pasqyra e Edi Ramës është mashtrimi i fundit i tij. Sepse, si që shifni, është i rënuar. Besoj se e keni pa. Nuk ka, është i rënuar. E vërteta do të pranojmë se kjo protest i agreu, ja ka gryë shpirtin, e ka boshatise, e ka zvetnuar. Ai ku do që del një njeri që i transformuar tërësisht, sepse po shef fundin e tij me sy. Çdo natë, ky njeri shef veten në qeli. Çdo natë ky njeri shef Lubin Pentito. Çdo natë ky njeri shef koordinator duke e denoncuar. Ky është i marrë fu. Ndaj dhe beson se me këto pasqyrat, djellat, do mund të mashtrojnë shqiptar. Zinxhiri i mashtrimeve të tyre i tij ka marrë fu. Asgjë. Ajo është një mur, një perde, kërkon të vej para syve qytetarëve se gjoja po komunikojnë në një kohë kur ka zero të vërtet brenda. Po do vjedhin, pra për vjedhja, më falë, 6 milion vodhen për bjellën, edhe këtu do vjedhin një 4-5 milion, vjedhja nuk ka të ndalur aty. E vetmja gjë që 24 orë mbi 24 orë nuk ndalet është vjedhja tek ata. Kohë sot në takimin me ministrat pritet që të kalohet në sit puna e çdo dikasteri. A mendoni që
ky takimi sotëm në Progredec mund të prodhoj dhe ndryshime në qeverinë në Vjesht, dhe pyetja që mund vijoj këtë është, po ju, kur do i mlidni strukturat për të pasur një organizim për sesionin e ri politik? Ne nuk kemi ndërpre, nuk u rrezitëm gjatë kësaj vere, as në jahte, as në skafe. Ne kemi vazhduar punë. Dhe do vazhdojmë, strukturat tona mlidhen, kanë funksionuar në objektivat e veta dhe mlidhen këtë javë në vazhdim. Për sa i përket qeverisë, Balluku bis, që është qeveria Balluku kjo. Mendoj se me asgjë, me asnjë ndryshim të saj, nuk mund të mashtroj qytetarët shqiptarë. Qytetarët kanë gati 90 ditë, Partia Demokratike ka vitet tëra që kërkon dorëheqjen dhe largimin e tij. Zgjidhja e vetme e kësaj krize të frikshme që ka po përpin vendin është largimi, dorëheqja dhe largimi i tij menjëhershëm nga detyra. Zoti Berisha, cila do të jenë prioritetet e platformës për modernizimin e Partisë Demokratike që pritet të miratohet në mbledhjen e Këshillit Kombëtar ditën e njëjtë? Po. Platforma, apo do t'i referohemi ripërtritja, është një proces i gjithanshëm i kësaj partie. Në rastin konkret, komunikimi, roli, hapësirat për antarin dhe mbështetësin e Partisë Demokratike do t'jenë objektivat më të afërta të saj. Pra, janë bërë studime të rëndësishme, janë nxjerrë konkluzione dhe mbi bazën e tyre do të ndodhë ajo që ne kemi quajtur ripërtritje, por në rastin konkret partia rikthehet tek antarët, mbështetësit, roli, funksionet, idetë dhe vërtaritë e tyre. Platformat. Në mblidhjet që keni mbajtur me dyert të mbyllura, por edhe në mblidhjet publike, ju keni kërkuar në fakt një angazhim të madh të partisë në rrjetet sociale. A është e vërtetë që kjo platformë parashikon në fakt edhe një mënyrë vlerësimi për angazhimin e zyrtarëve të PD-s në rrjetet sociale? Nuk ka diskutim që një nga dobësitë e Partisë Demokratike janë rrjetet sociale. Ka filluar të ndryshojë dhe kjo do ndryshojë me çdo pa diskutim. Kjo do ndryshojë. Por nuk kemi të bëjmë këtu me rrjetet sociale. Jo. Kemi të bëjmë me një proces, do ta quaja universal, të pranimit të vlerësimit të vërtarisë, e cila është kusht madhor për të vlerësuar funksionimin tërësor të partisë. Pra, gjithçka synohet një ripërtritje e funksionalitetit të Partisë Demokratike. Nuk janë gjëra të lidhura njëra me tjetrën. Pra, është bërë dhe bëhet një debat me grupe pune
Dhe këto nuk kanë qëllim. Nuk kanë qëllim kontroll institutiv. Jo, kanë qëllim hapësirën për secilin drejtues antar dhe mbështetës Partisë Demokratike për të shfaqur, për të ushtruar vërtetësinë e tij. Pra, ne besojmë se rruga e shndrimit të potencialeve në vlera dhe kapital politik është kjo. Ne besojmë se kemi kapitale të mëdha njerëzore, vlera të mëdha, por këto kapitale duhet të shndrohen në vlera, duhet të shndrohen këto potenciale, potenciale, fjala kapitale. Këto potenciale duhet të shndrohen në kapitale dhe vlera. Kuptuar gabim, qytetari, militanti do bëjnë një vlerësim të punës dhe performancës së një drejtuesi politik, apo një kryetari dege, apo një nënkryetari partie? Do jenë të gjitha standardet ndërkombëtare të përdorura nga partitë më demokratike në Europë dhe në botë, të cilat nuk synojnë as kryqëzimin, as përjashtimin, por synojnë parazgjithash hapësirën në të cilën secili të tregoj vetën. Me vërtetësinë e tij. Është një proces i thellë transformues i kësaj partie. Partia duhet të ndryshojë dhe do të ndryshojë. Ky ishte verdikti i Kuvendit Kombëtar me votimin e tij, me forumet që zgjodhi, pa ai është vetëm hapi i parë. Ai është vetëm hapi i parë. Ky është një proces që duhet vazhdojë. Qënë se jemi dhe në prag të nisjes së sesionit të ri politik, i cili pas 2 javë është nisë zyrtarisht edhe në kuvend, me mbledhjen e kuvendit, a do kemi një vendimarrje nga ana e Partisë Demokratike për marrëdhënien që duhet të mbajë kjo forcë politike në raport me parlamentin? Ju e keni përjashtuar opsionin e bojkotit, duke qenë se keni pasur dhe rezoluta që nuk e lejojnë këtë, po a do ketë një marrëdhënie të kushtëzuar të PD-s me parlamentin? Partia Demokratike, siç e thatë ju bukur, e ka të përjashtuar me statut bojkotin. E ka të përjashtuar. Natyrisht, të gjitha qëllimet tjera janë në tryezë përveç bojkotit. Bojkot ne nuk bëjmë. Ne jemi të përcaktuar. Në qoftë se nuk shkojmë një seancë, nuk marrim pjesë 2 seanca, këto janë bojkote, është një krejt tjetër. Por ne vendim për tu larguar nga parlamenti nuk marrim. Faleminderit.